Assalamu alaikum dhe mirë mbrëma për ju shikues të nderuar të emisionit ton Kandili I Diturisë, mirë se vini dhe sonte në emisionin ton të radhës ku sonte kemi Hoxhën Dr. Bashkim Aliun si çdo javë që kemi emisionin me këtë Hoxhë të nderuar. E sonte do të jetë tema lidhur me një çështje që pothuajse na prek të gjithëve, një temë që lidhet me drejtsinë, me moralin, me shpresën, por edhe me përgjegjësinë. Tema jonë për sonte është pra kuptimi I shpërblimit dhe dënimit. A është shpërblimi në Islam vetëm xheneti, a është dënimi vetëm zjarri, apo kemi një sistem hyjnor do të edukimi që fillon që në këtë botë. Për më shumë pra do ta ndëgjoni pra ligjëratën e Hoxhës së nderuar Bashkim Aliu. Para se të fillojmë me emisionin, ju njoftojmë si gjithherë që mundësitë tuaja për të inkuadruar gjatë emisionit mund të jetë vetëm kur Hoxha e nderuar të mbaron ligjëratën e tij dhe mund të inkuadroni me pyetje nëpërmjet WhatsApp-it tim pra në numrin siç po e ke shihni poshtë për ekranet e juaja +44 753 87 8766. Mund të inkuadroni edhe nëpërmjet Facebook-it tim pra shpëtim Sjarina, por gjithashtu mund të inkuadroheni edhe me pyetjet e juaja nëpërmjet faqes time në TikTok, pra shpëtim Sjarina, ku aty mund t'i bëni pyetjet si me shkrim, por ashtu edhe me zë duke u ngritur në panel. Mund të na thërritni edhe nëpërmjet Messengerit, apo mund t'i bëni pyetjet e juaja edhe nëpërmjet komenteve në videon ton që tani më jemi live në YouTube tek Kandili I Diturisë, por edhe tek profili im personal shpëtim Sjarina. Pra si çdo herë, mirë se vini edhe një herë dhe shpresojmë që sonte do t'ju kënaqim me emisionin ton të nderuar me cilin do të kemi Hoxhën pra Bashkim Aliu me temën edhe një herë po rikujtoj kuptimi I shpërblimit dhe dënimit. Hoxhë nderuar, mirë se erdhe, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju dhe mirë se u gjeta dhe ju përshëndes juve dhe gjithë vëllezërve dhe motrave të cilët janë duke na ndjekur. Ju faleminderit që po prezantoni edhe këtë javë me tema të ndryshme, siç është pra kjo dhe sontit kuptimi I shpërblimit dhe I dënimit që ka të bëjë me gjithë neve. Duke shpresuar që jeni me shëndet mirë dhe keni pasur një javë të bekat të profesionit tuaj. Po, falë Zotit qemi mirë dhe alhamdulillah do të thotë çdo gjë ka qenë në rregull. Shpresoj që të mund të kemi dobi edhe nga kjo ligjërat. Ashtu do të thotë siç është e rendit edhe ne si ligjërues, po edhe gjithë ata të cilët do ta ndjekin inshallah këtë ligjërat. Mirë, pra atëherë pa vonuar më tepër, mund t'ja filloj shoqë nderuar ligjëratës dhe ju dëgjues të nderuar dhe shikues të nderuar, ju urojmë shikim dhe ndëgjim të këndshëm. Po bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet dhe lavdrimet të sinqerta I takojnë të Madhit Allah xhalla shanu, përshëndetjet, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij si dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Spari është me rëndësi që kjo temë të trajtohet në vigjil të Ramazanit, pra në prag të Ramazanit, jemi në pritje të muajit të bekuar Ramazan dhe lutim Allahun e Madhërisëm që na bëjë të mundur që ta mbrim këtë muaj dhe ta shfrytëzojmë po ashtu duke përfituar nga mirësi që ai I ka dhuruar për besimtarët në këtë muaj të bekuar. Normalisht se edhe biseda edhe trajtimi I konceptit të shpërblimit dhe dënimit ndihmon në përgatitjen e besimtarit për pritjen e muajit Ramazan, sepse muaji Ramazan është muaj I shpërblimeve dhe nëse ne e kuptojmë se çka është shpërblimi, atëherë jemi të përgatitur që të përfitojmë sa më tepër që mundemi nga shpërblimet që Allah I Madhërisëm jep në muajin Ramazan.
po ashtu edhe nëse kuptojmë se çka është dënimi dhe pse jepet dënimi, jemi të përgatitur po ashtu ta presim sa më mirë muajin Ramazan në kuptim të largimit nga mëkatet dhe nga çdo gjë e cila mund të jetë shkak për të marrë dënim për shkak të tejkalimit të kufive të lejuar. Në fakt, nocioni i shpërblimit dhe dënimit e bëjnë apo e vendosin një ekuilibër mes kësaj bote dhe botës tjetër. Që do të thotë, duke e trajtuar apo duke e kuptuar si duhet çështjen e shpërblimit dhe dënimit, ne e balansojmë apo vëmë një ekuilibër mes kësaj bote dhe botës tjetër, që do të thotë, as nuk jepemi pas kësaj bote në tërësi, sepse e kuptojmë se diçka do të ndodhë me ne në botën tjetër, por as bota tjetër nuk mund të jetë shkak që ne ta humbim apo të distancohemi nga kjo botë, sepse shumë prej shpërblimeve që i marrim në këtë botë për të shpëtuar në botën tjetër, realisht lidhen edhe me atë se sa jemi ne eficient, sa jemi ne produktiv në bërjen e punëve të mira, e që në të shumtën e rasteve lidhen realisht edhe me pasuri, ndihma ndaj të varfërve, zeqati, lëmosha e kështu me radhë. Personi i cili nuk ka pasuri, ai nuk jep zeqat, po është edhe i pamundur realisht, apo shumë pak ka mundësi që të ndihmoj edhe të varfërve, ose format tjera të bamirësisë janë të kufizuara tek ai, që do të thotë se përmes shpërblimit që ne synojmë ta marrim në këtë botë dhe në botën tjetër po ashtu, dhe dënimit që synojmë të ikim në botën tjetër, ne në fakt e vëmë balansin, apo vehet balansi, ekuilibri në mes kësaj bote dhe botës tjetër. Çka është shpërblimi? Edhe çka është dënimi dhe mëkati? Këto në fakt janë rezultat i punëve tona. Thënë shkurt, do të thotë, shpërblimi që e marrim është rezultati asaj ne që e kemi bërë, normalisht me mëshirën e Allahut të Madhërisëm, dhe dënimi është rezultat po ashtu i të keqes që ne e kemi bërë. Dhe si rezultat i kësaj, pra ne marrim shpërblim ose marrim dënim. Allahu i Madhërisëm, ashtu ai ka vendosur që, edhe pse ai na i ka dhënë krejt këto të mira neve, ai ka vendosur që mundin ton, përpjekjen ton, kontributin ton, angazhimin ton në këtë botë, pra mos e lën pa e shpërblyer. Do të thotë, shpërblimi është rezultati asaj që ne e bëjmë. Rezultati i punës ton, i angazhimit ton, i përpjekjeve tona. Dhe këtu ne ballafaqohemi në fakt me mëshirën e Allahu xhaleshanuhu. Pse? Sepse Allahu i Madhërisëm ka caktuar që punët të cilat i bëjmë ne si robër të tij, pra si krijesa, Allahu i Madhërisëm i shpërblen, nuk i lën pa i shpërblyer. Edhe ai na i ka dhënë mundësit për të bërë mirë, edhe ai na ka dhënë forcë për të bërë mirë, edhe ai na ka dhënë udhëzime për të bërë mirë, krejt këto përsëri ai pra neve na shpërblen për të mirën tonë. Që është një dëshmi e qartë e mëshirës së Allahu xhaleshanu në konceptin e shpërblimit flasim. Do të thotë, shpërblimi është mëshira e Allahut të Madhërisëm. Nga ana tjetër, dënimi është po ashtu rezultat i asaj ne që e bëjmë. I angazhimit ton të gabuar, i devijimit ton, i tejkalimit ton të kufive të Allahu xhaleshanuhu, i shkeljes ton të kufive të ndalesave dhe kryerjes atyre veprimeve që qartë në Kur'anin famlar dhe i dërguari i Allahut në thënjet e tij
ka treguar se këto ndëshkohen. Nuk është asgjë senzacionale, nuk është njohur, por çdo gjë është e qartë. Pra, e marrim atë që ne e kemi bërë dhe rezultatin e veprës tonë, jo se Allahu xhalleshanu ka dashur neve të na ndëshkon. Mirë po, tash pasi flasim për dy rezultate. Rezultat të veprave tona të mira, që është shpërblimi, dhe rezultat të veprave tona të liga e që është dënimi. Këtu lind pyetja, si trajtohet shpërblimi dhe si trajtohet dënimi. Dhe përmes kësaj, a shihet në fakt, vim në përfundim se Islami çka është. Pasi Islamit i bëhen edhe shumë akuza, se është fe e xhehenemit, në të kuptim që e para që e promovon xhehenemin, kështu akuzohet Islami, kështu i atribuohet kjo Islamit, por përmes kësaj që do ta shpjegojmë tash, do të shohim se në fakt nuk është kjo e vërtetë. Dhe Islami është e kundërta e kësaj. Islami e promovon xhenetin përpara. Punët e mira ngriqen, por normalisht edhe xhenemi është pjesë e asaj që mësimeve islame për ata të cilët nuk i përgjigjen, por edhe do ta shohim se në fakt është zgjidhja e fundit dhe para asaj ka edhe shumë derë tjera të hapura, bile që mos të vihet të xhehenemi. Dhe në fakt përmes sa që do ta shpjegojmë, shihet edhe natyra optimiste, natyra inkurajuese, natyra e shpresës, shpresdënëse dhe hapjes horizonteve të reja për njeriu që në fakt e promovon Islami apo natyra e këtill e Islamit. Kur jemi të këto dy rezultate, shpërblimi dhe dënimi si nocione, pra, do të shohim se dallojnë shumë në mes vetë. Çka do të thotë? Nuk e ka tretmanin e njëjtë shpërblimi, sikurse që e ka dënimi. Çka do të thotë kjo? Nuk është i njëjtë ai që bën mirë dhe merr shpërblim për një vepër, me atë që bën keq dhe merr dënim për të njëjtën vepër. Pse? Sepse për shpërblimin Allahu i Madhërisëm shpërblen shumë fish për një vepër. Do të thotë kur e bën një vepër të mirë, shpërblimi për atë nuk është një e mirë, por është e shumë fishuar. Bile 10 fish, deri në 700 fish, bile edhe shumë ma tepër. Allah i Madhërisëm në Kur'anin famlar thotë: "Men ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha." Kush e bën një punë të mirë, ai e ka 10 fishin e shpërblimit për atë punë. Wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. E kush e bën një punë të keqe, ai merr dënim, ndëshkohet vetëm me një dënim që është pra adekuat për atë vepër, jo me 10 dënime, si në rastin e punës së mirë. Shikoni pra dallimi ku është. Për punën e mirë, ashru emthaliha, 10 fish ma tepër. Për punën e keqe, jo 10 mëkate ose 10 dënime, 10 fish të dënosh, jo, po e merr vetëm atë që të takon faktikisht. Ja pra ku është dallimi i këtyre dy nocioneve. Dhe si e trajton Islami njërin dhe si e trajton tjetrin. Këtu shihet mëshira Allahu xhalleshanu për ta promovuar të mirën së pari, për ta ngritur të mirën. E gjithë kjo pra ka të bëj faktikisht me atë se si Islami e sheh si Islami e sheh shpërblimin. Shpërblimin, puna e mirë shpërblehet më tepër. Çka do të thotë kjo? Edhe këtu në këtë ajet kuranor që e lexuam, Allahu xhaleshanu thotë ashru emthaliha,
10 fish më tepër, por nuk është vetëm 10 fish. Në ajete tjera, Allah i Madhrishëm flet edhe për shumë fish më tepër se sa 10 fish. Kështu në një ajet kuranor, kur flet Allahu Gjelleshanu për ata të cilët e japin pasurinë e tyre në rrugë të Allahut, thot se ajo shpërblehet shumë fish më tepër, jo vetëm 10 fish. Edhe thot, methelu ledhine yunfikuna amwalahum fi sabilillahi, shembulli i atyre të cilët e japin pasurinë e tyre në rrugën e Allahut, është thot si shembulli habbetin, si shembulli një kokre, e cila mbillet në tokë, pra hudhet në tokë, dhe mbin prej saj embetet seba senabil, dhe prej saj bëhet bima, mbin bima, dhe ajo ka 7 kalli. Shembull, misri, e hudh një kokër misër në tokë, prej asaj bin bima, dhe pastaj bën kalli, dhe i bën 7 kalli. Seba senabil. Fi kulli sumbuletin mi e tu habbe. Në gjdo kalli ka nga 100 kokra. Sa u bën? Prej një kokër u bën 7 kalli, nga 100 kokra 700 kokra. Do me thënë 700 më tepër. 1 me 700 është raporti i shpërblimit për punën e mirë. Por a është edhe kjo fundi? Thot jo, wallahu yudaifu limen yasha. Allahu i ashton edhe më tepër ati që don. Do të thot jo edhe 700, edhe shumë më tepër bile. Shikoni, këtu pra nocioni i veprës së mirë dhe shpërblimit. Ishte 10 fish më tepër, varësisht prej veprës. Ishte edhe 700 herë më tepër. Po, thot Allahu Gjelleshanu, wallahu yudaifu limen yasha, Allahu ja shumëzon, ja shton, ja shumë pishon edhe për te këti numri ati që don. Pra, vepra e mirë është ajo që shpërblehet shumë, dhe përmes kësaj Islami tregon se natyra e tij është optimiste, është inkurajuese për të mirën, promovuese e të mirës. Po bile në një rast, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka folur për agjerimin, ka thënë se Allahu i Madhrishëm thot se për çdo vepër njeriu merr 10 fishin e saj. Dhe pastaj thot, por kur është në pyetje agjerimi, Allahu Gjelleshanu thot për agjerimin, fe innehu li wa ana ajzi bihi. Ajo është për mua dhe unë shpërblej për atë. Çka do të thot kjo? Këtu shpërblimi për agjerimin, për veprën e mirë pra. Nuk është se ka limit, nuk është se ka numër, nuk është se ka shifër. Jo, Allah Gjelleshanu thot çka? Ajo është për mua dhe unë shpërblej për atë. Pra, ma leni mua atë, unë di se çka do t'jap ati. Pra, nuk ka shifër për shpërblimin e agjerimin. Ai që e bën si duhet. Pra edhe këtë kemi të veprat e mira. Kemi 10 fish më tepër, kemi 700 fish më tepër, kemi shumë pishohet ajo dhe më tepër, dhe kemi që thot Allahu, këtu ka një shpërblim special. Ma leni mua atë pra. Dhe thot nuk ka shifra këtu. Nuk ka numër që e kufizon. Kjo është pra nocioni që Allahu i Madhrishëm e ka për shpërblimin. Po, këtu duhet flasim edhe për atë se dhe nuk duhet të lehet asë një vepër të anashkalot që është e mirë. Bile me qenë edhe pak, me qenë edhe shumë e vogël. Allahu Gjelleshanu ashtu thot pra, kush bën një punë, mithqale dherratin khajran yara. Kush e bën një vepër, qoftë edhe sa një grim, atom e vogël shumë pra, khajran yara, që është e mirë, yara. Ai do ta sheh ato, Allahu sheh ato dhe Allahu është përblen ato. Po edhe ai që bën një vepër të keqe, kush e di sa e vogël të jetë, sa një grim, shër edhe ai do ta shohë ato. Do t'i nxirret atij para veti. Pra,
veprat e mira, po ashtu edhe veprat e këqija, sado që të jenë të vogla, nuk bën të nënvlerësohen, nuk bën të thuhet pra se jo more çka të lodhe mund kjo vepër e vogël është e parëndësishme, nuk ka të parëndësishme te Allahu xhaleshanu. Bile në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ittaqullaha walau bi shiqqi tamr." Ruheni Allahut, jeni të devotshëm ndaj Allahut. Bile thot edhe me çka, me një gjys hurme. Do thot edhe me kët nuk duhet të anashkalohet asgjë nga ajo që e bëjmë. Çdo vepër e mirë, sado që të jetë e vogël, ne nuk duhet të themi se kjo nuk ka ndonjë peshë, nuk ka ndonjë rëndësi, e vazhdojmë ne vetëm gjërat e mëdha. Jo, çdo gjë te Allahu xhaleshanu peshohet dhe çdo gjë e ka vlerën e vet. Bile i dërguari i Allahu xhaleshanu në një hadith të tij që ka transmetuar Ebu Hurajra, bukur edhe qartë e ka treguar se sado që të jetë e vogël diçka, nëse e bën me qëllim të pastër, pra kur është në pyetje cilësia dhe jo vetëm sasia, te Allahu xhaleshanu vlerësohet shumë. Në një rast ka thënë se 1 dirhem, pra dikush që e jep 1 dirhem, ja te i kalon dikuj që i jep 100.000 dirhem. E kam pyetur dhe i kanë thënë: "Ja Resulullah, si është e mundur që 1 dirhem, dikush që jep pra 1 dirhem, që ja te i kaloj dikuj që jep 100.000 dirhem, ku sasia është krejt e ndryshme, pra nuk mund të krahasohen." Thot, po, se ky që e jep 1 dirhem, krejt pasurinë e tij e ka pasur 2 dirhem. Do me thënë, 1 dirhem e ka dhënë në rrugë të Allahut, e ka dhënë për bamirësi, dhe vetëm 1 dirhem tjetër ja ka lënë familjes. Ndërkaq, ai thot që ka dhënë 100.000 dirhem, ai ka pas shumë pasuri. Si tash me thënë për shembull miliona dhe të jep 1.000. Por atë nuk është kur gjë kjo. Ndërkaq dikush që nuk ka as qindra, po ka 10 vetëm mund thuash, dhe ai e jep gjysën e asaj. Normalisht se niyeti i tij ja te kalon edhe atij që ka dhënë 100.000, për shkak se ky e ka dhënë gjysën e pasurisë edhe atë, jo gjysën që përsëri gjysa tjetër t'i ngelet, por ajo gjysa që i ka ngel ka qenë shumë pak. Shikoni pra, sa e vogël duket pra 1 dirhem, me gjithë atë të Allahu xhaleshanu vlerësohet shumë, dhe në raste të caktuara ja te i kalon atij i cili jep 100.000, por që ka pra miliona e kështu me radhë. Do thotë se vepra sado që të jetë e vogël nuk bën të nënvlerësohet, për shkak se te Allahu xhaleshanu xhelalu ajo vlerësohet dhe e gjen shpërblimin. Me rëndësi është qëllimi, niyeti pra, sepse e bëjmë atë, dhe kualiteti, me çfarë cilësie ne e bëjmë atë. Kjo është shumë e rëndësishme. Nuk do të thotë se çdo herë sasia apo kuantiteti luajnë rol dhe janë ato që merren parasysh, por realisht në Islam është shumë me rëndësi kualiteti i veprës që ne e bëjmë. Pra, ky është koncepti Islam për shpërblimin. Shumë fishohet, ngritet, lartësohet. Përmes kësaj, pra, bile sado që e vogël të jetë një vepër e mirë që e bëjmë. Përmes kësaj, Islami e tregon natyrën e vet. Natyra e Islamit nuk është natyrë ndëshkuese, nuk është promovuese e ndëshkimit dhe zjarrit, por është promovuese e shpërblimit, të mirës dhe xhennetit. Dhe me këtë Islami pra e ngjall shpresën tek njerëzit, e ngjall optimizmin tek njerëzit, hap horizonte para njerëzve, i bën që çdo herë t'i shohin gjërat pozitivisht e mos të mbillen në ideet apo teoritë fataliste se çdo gjë është keq. Jo, por thret që gjërat t'i shohim me sy optimist dhe të jemi optimist realisht.
të kemi shpresë, të shohim çdo herë sa më larg, çdo herë të shohim horizonte të hapura para vetit, dhe të mendojmë për të mirën s'pari, se e mira shpërblehet shumë. Do të thotë, kur e kemi këtë parasysh, këtë koncept të mirës, të shpërblimit, atëherë ne nxitemi për të bërë mirë. Ne e duam të mirën. Ne vrapojmë pas të mirës, sepse për atë do të marrim pra shpërblime të shumta. Nga ana tjetër tash, për të dhënë përgjigje atyre të cilët e kanë akuzuar Islamin se xhehenemin zëre promovon, themi, Islami pra shpërblen 10 fish, 700 fish, edhe shumë më tepër bile për të mirën. Po çka është puna me të keqen? Për të keqen normalisht se ka ndëshkim, por ky ndëshkim nuk është 10 fish e kështu me radhë, por është adekuat. Atë sa ke bë, aq dënohesh. Edhe atë jo me njëherë, por janë lënë hapësirë, është lënë hapësirë, janë hapur dyert të shumta të faljes së mëkateve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë për shembull, prej njërës xhumë deri te xhumaja tjetër, prej njërit Ramazan deri te Ramazani tjetër, është falje mëkatesh, e ka për qëllim sipas shpjegimeve të shumë dietarëve të vogla është, nëse ne normalisht u ikim mëkateve të mëdha. Pra, kur e fal prej njërës xhumë deri në xhuman tjetër, prej njërit Ramazan deri në Ramazanin tjetër, e kështu me radhë, falje mëkatesh na falen. Sadakaja thot i djek mëkatet ashtu siç i djek zjarri drun. Do thot krejt këto çka falen, fshihen, ende nuk kemi ardhur te dënimi. Mbasi njeriu edhe mund të bëj mëkatin. Që thot të bësh mëkat është të shkelish kufit e Allahu xhalla shanuhu. Ta ti kalosh kufirin që ai e ka vënë. Por nuk është mëkati faktikisht me njëherë. Është e vërtet ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kur njeriu e bën një mëkat, në zemrën e tij thot bëhet një njoll. Nëse bën mëkatin tjetër, ajo njolla zgjerohet, edhe njolla tjera mandej. Nëse bën një mëkat tjetër, edhe njolla tjera bën. Saqë mund vjet që tërë zemra e tij pa të mbulohet nga njolla. Por thot, a është ky fundi? Jo. Njeriu ka mundësi këto njolla ti fshin të gjitha, sado që të jenë bërë ato. E si e bën atë me këto mundësi që i ka dhënë Islami, pra pendimin, bërjen e veprave të mira. Pa marrë parasysh se një person bën veprime të liga, mëkate dhe e ka zemra e tij është bërë krejt njolla, siç e ka përmendur edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Por këto fshihen thot. Kur ai bën një punë të mirë, pendohet te Allahu, i fshihen thot këto njolla. Do të thotë shikoni, Islami këtu hap horizonte të shpresës, që çdo herë ne të mendojmë mirë, të mendojmë pozitivisht. Ka mundësi edhe pse gabojmë atë gabim ta përmirësojmë, atë mëkat ta eliminojmë. Pra ato njolla që janë vënë në zemrat tona të fshihen. Këtë e ka dhënë Islami. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot pra përmes pendimit këto njolla fshihen, përmes punëve të mira që i bëjmë, këto njolla fshihen. Do të thotë nuk është se përfundoi çdo gjë dhe nuk kemi ne faktikisht ku shkojmë. Jo. Është e qartë se po kemi vënë njolla në zemrën tonë nëse bëjmë mëkate, por mundësitë e faljes janë të hapura. Dhe Islami përmes saj tregon se e keqja, mëkati, xhehenemi nuk është synimi i tij. Ai është vetëm mekanizëm që njeriu t'ja bëj me dije se nëse nuk u bindesh urdhrave dhe nuk e shfrytëzon atë mundësi për falje që ta ka dhënë Allahu xhaleshanu, do të përfundosh si rezultat i veprave tua, si rezultat i punës tënde në xhehenem faktikisht. Por nuk promovon Islami fillimisht xhehenemin, e promovon xhenetin, e promovon punën e mirë, duke e rritur shpërblimin pra për veprat e mira të cilat i bën njeriu. Në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: "Ittaqillah haythu ma kunt,
frigoju Allahut kudo që të jesh. Dhe punën e keqe pasoj me një të mirë. Pra nëse ke bërë keq diçka, nëse ke bërë mëkat, nuk u prish bota, nuk përfundoj çdo gjë. Atë pasoj me një të keq, me një të mirë, ajo e mira do ta fshije atë të keqen. Temhuha, pra do ta fshije atë. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dhe je ndaj njerëzve pra i moralshëm dhe me sjellje të mirë. Sillu me njerëzit ashtu si duhet, pra me moral të mirë dhe je korrekt. Do të thotë, e keqja edhe nëse bëhet, luftohet nga e mira. E keqja nuk ngelet e tillë, menjëherë nuk betonohet, dhe njeriu nuk e merr ndëshkimin për të keqen menjëherë, por e ka lënë Allahu i Madhërisht mundsinë për tu përmirësuar ajo, për tu fshirë ajo e keqe, përmes pendimit që ne e bëjmë, përmes punëve të mira që ne i bëjmë, dhe përmes kësaj, pra, Allahu i Madhërisht tregon se njeriu nuk duhet të humbë shpresën asnjëherë, sepse kur ai e humb shpresën, atëherë mund të thellohet edhe më tepër në mëkate. Do të thotë, nëse nuk i jepet njeriu mundësia për pendim, ai mund edhe më tepër të thellohet në mëkate. Mund të ashtojë edhe më tepër krimin e vet. Mund të bëjë gjëra edhe shumë më të zeza si sa që ka bërë. Pse dhe s'ka për mua, më u kri puna, atëherë të shkoj deri në fund. Por pikërisht pendimi e ka këtë mesazh të qartë, pra. E ka këtë filozofi që njeriu të ketë shpresë dhe të përmirësohet, se e di se për të ka një rrugë, nuk janë mbyllur të gjitha rrugët. Dhe ky është një moment shumë i rëndësishëm psikologjik, tu do të thotë, për njeriu i cili bën mëkat. Nëse janë mbyllur të gjitha rrugët, ai mund edhe të bëjë mëkate shumë më të mëdha. Por duke ekzistuar pendimi, duke ekzistuar bërja e punëve të mira, i fshin punët e këqija, ai menjëherë pra udhëzohet në atë që duhet. Ai drejtohet ka e mira. I mbillen rrugët që të vazhdoj ka e keqja, por i tregohet orientimi i duhur. E tash pas gjithë kësaj, pas pendimit, pas bërjes së punëve të mira, pas faljes që ai e kërkon, e faljes së shumë mëkateve që ndodhen si rezultat i bamirësisë e kështu me radhë, nëse ai krejt këto i mohon, atëherë në fund vjen se ai me veprat e veta, pra sikur e kërkon ndëshkimin, dhe atëherë tek atëherë ai pra ndëshkohet. Pra përmes kësaj që Allahu xhaleshanuhu nuk e ka bërë si në rastin e punëve të mira, për një punë të mirë 10 fish të shpërblesh. Këtu nuk e ka bërë për një punë të keqe 10 fish të dënosh. Jo. Shikoni pra dallimi mes këtyre dy koncepteve. Këtu ndëshkohesh edhe atë nëse nuk të falet, nëse nuk pendohesh, nëse nuk kërkon falje kështu me radhë, vetëm aq sa e meriton. E te e para, pra të shpërblimi, e merr shpërblimin e shumë fishuar te Allahu xhaleshanu. Dhe kur i kemi parasysh këto dy konceptene, atëherë pra na bëhet e qartë se feja islame a është fe siç mundohet dikush ta paraqes, e xhehenemit, e ndëshkimit, apo është fe e promovimit të së mirës, e optimizmit, e shpresës, e hapjes horizonteve të reja për njeriu, e largimit të njeriut nga rruga e gabuar pikërisht përmes promovimit të shpërblimit të shumë fishuar për veprat e mira. E kuptojmë atëherë pra se gjithë ajo që thuhet nga disa palë nuk është e saktë, por Allahu i Madhërisht pra e ka bërë Islamin dhe thirrjen në të si shpresë për njerëzimin, për mëkatarët, për ata që e kanë humbur rrugën, që të kthehen realisht. Por atë edhe në Islam ekziston edhe pendimi, kërkim falja, dhe dihet mirëfilli nga tekstet fetare, si ajetet e Kuranit, si hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se Allahu xhaleshanu i fal të gjitha mëkatet, me përjashtim të
mos besimit të kufrit të shirkut, i dhujtaris, por edhe këto nuk është se nuk falen, nëse njeriu pendohet. Qëllimi është nuk falen nëse nuk pendohesh nga ato. Por nëse pendohesh, çfarë do mëkati që të kesh bërë, Allahu xhaleshanuhu e fal. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, para se të kalojnë në islam, kanë qenë idhujtar, Allahu ua ka falur kur kanë kaluar në islam. Kanë bërë mëkate të rënda, kanë bërë veprime të rënda, Allahu i madhëshëm ua ka falur kur ata kanë kaluar në islam. Pra, kjo tregon se dënimi si dënim nuk është synimi parsor i islamit, por është një mekanizëm për ta disiplinuar njeriu dhe për ata të cilët nuk janë përgjigjur thirrjes së krijuesit të tyre që t'i lënë veprat e liga dhe të orientohen në punë të mira, për ta pra do të pasoj ndëshkimi i tillë. Bile edhe Allahu i madhrishëm në veten tonë ka vërë edhe peshojën, standardin, kantarin e maqjes së gjërave. Kështu që në një rast ka ardhur një shok i pejgamberit alayhis salam me emrin Wabisate, edhe ta pyes, edhe pejgamberi sa mi thot: o Wabise, ke ardhur të pyesish, thot për sevapin, mirësin edhe mëkatin. Thot, po ja Resulallah. Thot, s'duhet shumë të pyesish ti për këtë. Istefti kalbeke. Pyete, thot, zemrën tënde. Pyete veten tënde. E mira, thot, është ajo që zemra jote është e qetë në atë dhe shpirti it është i qetët në atë. Ndërkaq mëkat është ajo, thot, që ti të ngasmon brenda në shpirt, nuk të lën rahat, të shqetëson. Pra, çdo herë të mban në tension. Ajo thot është mëkati. Pra, edhe nëse të pyesin njerëzit e kështu me radhë, pyete thot ti veten tënde. Përmes kësaj, pra, neve pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na jep orientim se nuk duhet filozofi edhe t'i thush dikuj se pasha Zotin nuk e disha se diçka nuk bën. Ka raste kur disa mëkate të cilësuara fetarisht, ndoshta nuk i dish. Them, disa. Por, në përgjithësi të mirën dhe të keqen, mund të dallosh se këtë aftësinë e ka dhënë Allahu i madhëshëm neve si njerëz. Çdo njeri pra, le të ndalet le ta pyes veten e vete. Çdo njeri le t'i drejtohet vetes së vete. Kur e bën një punë të mirë, ai ndjehet i gëzuar, ndjehet i qetë. Nga ana tjetër, kur e bën një punë të keqe edhe pa e pyetur hoxhën siç themi ne, ose edhe pa lexuar, e ndjen veten e vetes se nuk ka bërë mirë. Pra shpirti i tij nuk është i qetë, zemra e tij nuk është e qetë. Ai e ndjen se diçka nuk është në rregull. Pra edhe i dërguari i Allahut i ka thënë shokut të vet pra se ti nuk ka nevojë dhe të pyesësh, pra pyete veten tënde. Dhe e mira dhe e keqja dallohen dhe mund t'i dalloje pra çdo njeri, që do të thotë ai na thret neve që t'i drejtohemi edhe gjyqit të ndërgjegjes tonë, gjyqit të zemrës tonë. Edhe nëse nuk kemi dikët ta pyesim atij se fetarisht a është e lejuar kjo apo nuk është e lejuar. Nëse i kthehesh e pyesish zemrën tënde dhe shpirtin tënd, përgjigjen do ta marrish. A për askënd apo te askush zemra nuk i thot ta bëje diçka. Bile edhe ata që janë të thelluar në mëkate dhe shejtani ka arritur ta uzurpoj pra vullnetin e tyre dhe i çon ka e keqja. Megjithatë ekziston edhe tek ata një pikë, një stacion ku ndalen dhe ku e kuptojnë se kanë gabuar. Por shejtani i mashton dhe vazhdojnë në atë. Por nuk mund të thuhet se ai në veten e veten nuk e shef se nuk është duke bërë punë të punë të mira, po bile është duke bërë keq. Ky është ai gjyqi i brendshëm tek ne, gjyqi i ndërgjegjes, gjyqi i zemrës dhe i shpirtit, që e ka përshuar i dërguari i Allahut kur i ka thonë: pyete zemrën tënde, ajo do ta jep pra ty përgjigje. Kjo është ajo që
me disa fjalë mund ta rumbullaksojmë në lidhje me konceptin e shpërblimit dhe të mëkatit, ku në fakt shihet edhe mëshira e Allahu xhaleshanu ndaj njerëzve, për shkak se e ka avansuar të mirën me shpërblimin e shumëfishë që e jep, shihet karakteri optimist dhe shpresdhënës i Islamit, sepse e avanson të mirën dhe në të njëjtën kohë shihet disponimi që njerëzit të udhëzohen ka e mira përmes promovimit të së mirës dhe shpërblimit të shumëfishë që jep Allahu i Madhërisht. Unë me kaq do të kisha përfunduar, duke u lënë tash juve në studio nëse ka pyetje eventualisht të bëjmë një bashkëbisedim. Hoxh, ndërruar, shpresoj që po më dëgjon, po? A ndëgjon, hoxh? A ndëgjon? A ndëgjon? Hoxh? Se si që duket, nuk të dëgjoj shpëtim. Nëse ka mundësi me u rikyq prapë, po mundesh, nëse ndëgjon? Vetëm pak kemi një problem me hoxhën, do të i kërkoj hoxhës që të rikyqet prap. Edhe shpresojmë që nuk do të vonohet. Ndoshta kishte një problem me audion, hoxha nderor, sidoqoftë ne e ndëgjuam mirë dhe shpresoj që nuk do të vonohet. Ose përndryshe mund të vazhdojmë nëpërmjet WhatsApp-it. Shpejti, inshallah do të kemi hoxhën e nderuar, pra ju kërkoj falje edhe një herë për këto pengesa teknike. Shpresojmë që nuk do të zgjat shumë dhe hoxha e nderuar do të rikyqet prap. Këto janë probleme dhe të teknike që mund të ndodhin
her pas here sidoqoftë ishim duke biseduar lidhur me temën e shpërblimit dhe dënimit. Dhe ashtu siç edhe tham, domethënë se kjo temë është diçka që ka të bëjë me gjithë neve. A është shpërblimi në Islam vetëm me xhenet, a është dënimi në Islam vetëm me xhenem, apo kemi një sistem hyjnor edukimi që të fillon në këtë botë. Çdo veprim që bëjmë, çdo fjalë apo çdo qëllim, çdo padrejtësi apo mirësi mbetet pa përgjigje. Jo, çdo send thuaj se ka një përgjigje, por mbetet të shohim se a mundemi ne të gjejmë zgjidhje apo të gjejmë përgjigje apo jo. Dhe siç duket tash hoxha e nderuar pra Bashkim Aliu u rikyq dhe do ta rikthejmë në skenë. Hoxha, mirë se u riktheve, besoj që po na ndëgjon tani, po? Po, tash dëgjohet mirë, po. Edhe u mundoja gjatë gjithë kohës me të tregu se tu pa ndalur kamera, po ndoshta nga që nuk kishe zërimin apo diçka, kishe problem me ndërtimin. Por sidoqoftë ne do të vazhdojmë. Mirë, pra atëherë sa e pam, domthonë e ndëgjuam që hoxha nderuar Bashkim Aliu e përfundoi ligjëratën e tij lidhur me temën pra kuptimi i shpërblimit dhe dënimit. Atëherë ju informoj pra dëgjues të nderuar se mund të inkuadroni nga ky moment me pyetjet e juaja, qoftë ato me komente apo edhe me zonë mund t'i bëni nëpërmjet fillimisht nëpërmjet TikTokut, këtu kur të që t'jenë në panel, mund thjesht vetëm ta hapni mikrofonin dhe të bëni pyetjen e juaj të hoxhës nderuar Bashkim Aliu, por gjithashtu mund t'i kontrolloni edhe nëpërmjet +44 753 878 është WhatsApp-i im, dhe personal mund të inkuadroni përmes atij, por gjithashtu edhe nëpërmjet Messengerët apo edhe nëpërmjet kanalit në YouTube që kemi. Atëherë pro hoxhë nderuar do të shkojmë me pyetjen e parë. Pyetje pak do të reflektuese për publikun familjar apo qofshin edhe ata rinor. A duhet të shohim dënimin si hakmarrje apo si drejtësi edukative hyjnore? Jo, dënimi nuk është hakmarrje, dënimi është, do të thotë, drejtësia e Allahut të Madhërisëm për atë që ne e bëjmë. E përmendëm edhe në fillim, çka është dënimi? Dënimi është rezultat i punës tonë, nuk është hakmarrje. Pra është drejtësia e Allahut të Madhërisëm për të na disiplinuar neve si njerëz dhe për të na kthyer në veten tonë dhe në natyrën tonë si krijesa, që të jemi të kujdesshëm për veprimet tona. Për atë pra, nuk është në atë kuptimin klasik, që të themi të hakmarrjes, se Allahu i Madhërisëm është krijuesi. Nëse krijuesi të hakmerret, ashtu siç njerëzit e dinë këtë fjalë, çka do të ndodhte, domethënë, çfarë do të na bënte? Po pikërisht hapja e mundësisë për pendim, hapja e mundësisë që veprat e mira i shlyejnë veprat e liga, janë pra flasin se këtu bëhet fjalë për një mazë disiplinuese për njeriu që të largohet nga veprat e liga. Për ndryshe, ndëshkimi është rezultat i atë. Ndëgjon hoxh? Po, dëgjohet, po. Se si duket prapë është mbyllur kamera. Nuk di tash, unë nuk e kam prek hiç. Do vazhdojmë me pyetjen e radhës. Pra,
a mund të ketë njeriu shpërblim edhe në këtë botë para ahiretit dhe si manifestohet ai? Po, ka shpërblim, do të thot njeriu edhe në këtë botë bile para ahiretit, dhe kjo manifestohet në shumë forma. E para është qetësia që gjen njeriu në veten e vet. Nuk ka shpërblim më të madh se sa njeriu të jetojë një jetë të qetë dhe të jetë i kënaqur. Më thonë, kjo është. Për dallim për atij që jeton me stres, jeton me shtypje, me presion psikologjik mbi veten e vet kur i bën mëkatet. Pra, qetësia shpirtërore që e gjen njeriu është një dëshmi se ai e ka shpërblimin edhe në këtë botë. Po ashtu, për shembull, Allahu i Madhërisëm, atyre të cilët bëjnë punë të mira, ato paguan në forma të ndryshme edhe tek pasardhësit e tyre. Ne këtu shpeshherë u kemi thënë edhe u themi në Zvicër këtu xhamateve tona. Ajo që ju e keni bë, mirësinë që ju e keni bë, hapjen e xhamive kështu me radhë, ku falen sot njerëzit që ju i keni themeluar. Allahu i Madhërisëm kët u nxjerr, pra u paguan në këtë botë para botës tjetër. Pse? Sepse ju këtu i shihni të fëmijët tuaj. Shumë të arritura të fëmijëve tuaj janë edhe mëshira e Allahut dhe begatia e Allahut për atë që ju e keni bërë, pra në drejtim të avancimit të fjalës së tij. Pra janë shumë forma se si në shëndetin e njeriut, në shëndetin e pasardhësve të tij e kështu me radhë. Pra nuk është një formë, por është në fakt, pra janë shumë forma se si Allahu i Madhërisëm e bën këtë. Nëse Allahu është i mëshirshëm, është mëshirues, pse ekziston dënimi? Dënimi ekziston si mas e fundit për ata të cilët nuk e duan mëshirën e Allahut të Madhërisëm. Dhe prej mëshirës së Allahut të Madhërisëm edhe në dënim është se nuk ndëshkon më tepër se sa që e meriton. Pyetja e radhës është, përderisa po presim dikush të inkuadrohet me të një pyetje, ju që jeni në panel mund të inkuadroni nëse keni kurajo të bëni pyetjen publikisht. Nëse jo, s'ka problem, mund të bëni edhe me koment. A është frika nga dënimi fazë fillestare e imanit, ndërsa dashuria për shpërblim fazë më e lartë? Faza më e lartë e besimit është dashuria ndaj Allahut të Madhërisëm. Ndërkaq shpërblimi dhe dënimi janë pasoja të kësaj. Kur ne besojmë Allahun dhe kur bëjmë punë të mira, ne nuk e bëjmë se do të marrim shpërblimin, por e bëjmë se me këtë është i kënaqur Allahu i Madhërisëm, pra me punët e mira. Për këtë ne e bëjmë. Ndërkaq shpërblimi në rastin e punëve të mira dhe dënimi në rastin e punëve të këqija është pasojë e kësaj. Dhe nivelet e imanit çojnë në atë që realisht kur fillojmë edhe kur mbarojmë, ne e mbarojmë me besimin. Çfarë do të thotë besimi pra? Nuk lidhet a priori me shpërblimin dhe dënimin, por lidhet me besimin në Allahun e Madhërisëm, në kënaqësinë e tij, në mbështetjen në të dhe arritjen e asaj që ai e don. E pastaj shpërblimi dhe dënimi janë mirë. Shpërblimi në fakt është mirësi që e ka dhënë Allahu xhaleshanu dhe dënimi është ndëshkimi që e meritojmë ne për shkak punëve tona. Por ne kur bëjmë mirë, bëjmë se Allahu është i kënaqur me atë dhe Allahu don që ne të bëjmë punë të mira. Cili është rreziku i edukimit të fëmijëve vetëm me frikë nga zjarri? Po shikoni, ky rrezik është realisht rrezik i madh, ai nuk e di të mirën. Nuk e ndjen të mirën, nuk e shijon të mirën, por çdo herë është i lidhur me kuptimin e ndëshkimit. Dhe kjo lën pasoja në zhvillimin e tij edhe më vonë realisht. Ne duhet të mësojmë njerëzit së pari ta duan të mirën, të punojmë për të mirën, të jenë afër të mirës. E pastaj vjen normalisht edhe faza tjetër që i themi po, nëse bën gabime dhe nuk pendohesh dhe vazhdon me këmbgulsi, normalisht se mund të pasoj edhe ndëshkimi. Do të thotë, nëse i edukojmë, apo mundohemi të edukojmë vetëm me ndëshkim, vetëm me xhenem, nuk është largmendjes që të dalin edhe pastaj deformime tjera, që ata njerëz edhe të bëhen të dhunës, se çdo janë shumë me ndëshkimin, me zgjarin.
ai realisht nuk e ka arrit ende ta kupton dhe ta përjeton të mirën, të mëshirën, shpërblimin, mirësitë e xhenetit, begatitë e kështu me radhë. Nëse ai i përjeton këto para, normalisht se kjo do të ketë ndikim pozitiv në ndërtimin e tij, edhe psikologjik, po në të njëjtën kohë edhe shpirtëror, në kuptim të imanit flasim, po në të njëjtën kohë edhe në raportet e tij me njerëzit. Ai do të bëhet një personalitet, profili i tij do të reflektoj vlera pozitive në shoqëri. Nëse mund t'i qasemi pak dhe të aspekti pak më akademik. Si e kanë trajtuar dhe dietarët raportin mes drejtësisë që quhet adl dhe faljes, maghfira në teologjinë islame? Shikoni, drejtësia është drejtësia e Allahut të Madhërisëm, që ai e ka bërë për robërit e vet. Ndërkaq falja që Allahu xhaleshanuhu e jep, është ajo në fakt që është mbi drejtësinë e tij. Çka do të thotë kjo? Allahu i Madhërisëm, nëse na trajton të neve me drejtësinë e tij, atëherë ne do të duhej që në shumë raste të meritonim dënimin, sepse nuk e kemi bërë atë që duhet. Dhe nëse krahasohet ajo që Allahu na ka dhënë neve, na i ka falë këto gjëra, na ka pasuruar me këto gjëra, pra krejt të mirësi që na i ka dhënë, nëse na trajton të me drejtësinë e tij, ne do të ishim shumë larg asaj që duhet. Sepse realisht nuk e kemi bërë të duhurën, marrë parasysh krejt të mirësi që na i ka dhënë. Por Allahu i Madhërisëm e ka nxjerr çka e ka nxjerr mëshirën e tij, faljen në këtë drejtim, që neve faktikisht krahas të mirave që na i ka dhënë dhe krahas lëshimeve dhe gabimeve tona që i bëjmë, ai pra së pari njëherë na fal, kërkon pendimin ton, na mëshiron dhe pastaj nëse ne nuk e meritojmë këtë, na kthen të drejtësia e tij. Për shkak të kohës që nuk na mjafton më shumë, po shkojmë me pyetjen e fundit, pra nëse sonte një i ri do të na pyet, a duhet të adhuroj Allahun nga frika e dënimit apo nga dashuria e shpërblimit? Çfarë do t'i përgjigjesh? Po, përgjigja do të jetë asnjëra as tjetra. Allahun duhet të adhurosh nga dashuria ndaj Allahut, jo ndaj shpërblimit, sepse ti je rob i Allahut të Madhërisëm. Shpërblimi dhe dënimi, pra dashuria ose dëshira, më mirë thonë, për shpërblim dhe frika nga dënimi janë pasojë, nuk janë qëllim. Qëllim është kënaqësia e Allahut të Madhërisëm. E ato janë pasojë normalisht apo rezultat i asaj i dashurisë tonë ndaj Allahut për të arritur kënaqësinë e tij. Pra, Allahu duhet të adhurohet se ai meriton adhurim. Dhe këtë duhet ta bëjmë nga dëshira jonë që Allahu të jetë i kënaqur me ne. Pastaj kur Allahu është i kënaqur me ne, normalisht se pason shpërblimi, si dhe i ikim ndëshkimit të tij. Normalisht se shpërblimi dhe dënimi edhe në Kur'anin famlar përmendet, edhe Allahu xhaleshanu thot inni enel ghafurur rahim, un jam ai që fal dhe është i mëshirshëm, por edhe dënimi im, adhabi, pra dënimi im është dënim i dhimbshëm, edhe këtë duhet ta dini. Ne tash e kemi parasysh se është dënimi i Allahu xhaleshanu, por qëllimi i gjithë kësaj a priori duhet ta bëjmë nga dashuria ndaj Allahut xhaleshanu. Mirë, atëherë, pra o qëndruar, Allahu shpërbleft për ligjërimin e temës së sonshme. Normal për këtë temë jam shumë i bindur që nuk mjafton thjesht një emision, një orë për t'i ardhur për rreth domthonë gjithë
këtyre pyetjeve që kemi dhe në vetë temë është ashtu shumë e thellë që ka nevojë dhe shpjegime, mirë po për shkak të kohës, pikërisht për shkak të kohës tënde personale, atëre do ta përfundojmë mundësisht me një fjalë përmbyllëse rreth kësaj teme. Po, ashtu pra, do ta përmbyllim me atë se shpërblimi dhe dënimi si nocione në fakt paraqesin bukur dhe qartë natyrën e Islamit. Islami e promovon të mirën, e promovon produktiven dhe pozitiven, e promovon sevapin, shpërblimin, duke dhënë shumë fish shpërblime për veprat e mira. Dhe me këtë, Islami pra tregon natyrën e tij se është fe e optimizmit, shpresës dhe hapjes së horizonteve të reja. Mirë, atëre o gjëlloj shpërbleft dhe ju përshëndesim pra me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shikues të nderuar, ka që ishte sa i përket të emisionit tonë të sonte me Hoxhën Bashkim Aliu lidhur me temën kuptimi i shpërblimit dhe dënimit. Sonte folëm dhe për këtë temë, por në fund të fundit kjo temë nuk është thjesht një teologji, është pasqyra e jetës sonë. Çdo padrejtësi që është bërë, çdo loti derdhën në heshtje, çdo mirësi që askush nuk e ka parë, asgjë nuk humbet tek Allahu i Madhërisht. Shpërblimi nuk është vetëm një premtim për nesër, është siguria që drejtësia ekziston, është shpresa që e mira nuk është e kotë. Dhe dënimi nuk është thjesht thirrje për dëshpërim, por alarm për kthim. Është derë që na thret, kthehu pra tek krijuesi jot, kthehu para se të jetë vonë. Allahu është më i drejti se çdo gjykat dhe më i mëshirshëm se çdo zemër. Prandaj le të jetojmë me ndërgjegje, le të jetojmë me përgjegjësi, me shpresë, sepse një ditë do të shohim çdo të fjalë dhe çdo vepër do të para nesh. Çdo gjë që kemi vepruar do të na prezantohet para nesh. Pra, thot edhe një fjalë, nëse ti je autori i librit tënd, atëherë shiko mirë se çka po shkruan në librin tënd, sepse ajo mund të kthehet ose kundër teje ose pro teje. Deri atëherë, le të zgjedhim të mirën jo nga frika, por nga vetdia se jemi në shikimin e një Zoti që nuk harron asnjë grimës. Ju falenderit që ishit dhe të pjesë e kanalit ton pra Kandili i Diturisë, paqja dhe mëshira ju kudo që jeni, edhe një herë pra deri në emisionin e radhës. Ju lem në mëshirën e të Madhit Zot, duke shpresuar se do të jeni mirë dhe shëndosh gjithë ju dhe më të dashurit tuaj, kudo që jeni në mbar botën. Pra, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.